Reforma në drejtësi ka vërtetuar dhe ka treguar një gjë shumë thelbësore, që askush nuk është i paprekshëm. Ne sot që flasim, kemi një ish president që kemi në burg. Kemi ish kryetarin e ish kryeministër, kemi kryetarin aktual të Bashkisë Tiranës, kemi individ cilët nuk kanë qenë, kemi ish kryeministrin Berisha që është hapur një hetim. Më përpara kjo gjë nuk ka ndodhur në Shqipëri. Dhe kjo tregon që institucionet dhe ligji është forcuar, dhe ligji për mua duhet jetë mbi partitë politike. Domethënë ka qenë vullneti i Partisë Socialiste dhe i kryeministrit Rama që të ka qenë vullneti pa diskutimi partive politike, sepse reforma në drejtësi është votuar nga të gjitha palët për të qenë sakt me juve dhe me teleshikuesit që po na ndjekin, që i dhan një u votu, që u votua, po fakti dhe meriti e kryeministrit këtu është vetëm që nuk ka pas ndërhyrje nga ana e kryeministrit në tek Spaku për të mos u hetuar dhe individët që kanë qenë pjesë e qeverisë. Bën sens ke juve kryeministrin e akuzojnë që kontrollon Spakun. Do si mund të kontrolloj Spakun një kryeminist kur njerëzit e tij më të afërt arrestohen? Më nuk mendoj që Spaku kontrollohet. Mendoj që Spaku është duke kryer detyrën e tij dhe po e bën shumë mirë dhe po jep rezultat. Pasi po ta vësh re në për sondazhe, besimi i publikut dhe i popullit shqiptar në çdo sondazh e nxjerr shumë të lartë, që ato besojnë tek Spaku, besojnë tek reforma në drejtësi. Dhe kjo është një ndër arritjet më të mëdha që deri më sot në Shqipëri nuk ka pas qenë këtu e 12 vite apo më përpara. Më përpara kanë qenë të paprekshëm. Më përpara ka qenë politika mbi ligjin. Si avokate qeni. Sot ndahet, sot është ligji mbi këto. A mendon se Spaku po vepron në mënyrë të njëanshme nga krau pushtetit kur kemi parasysh krimet që kanë bërë krau tjetër, konkretisht Berisha që ka një 97, ka Gërdecin, ka katër vrarë në bulevrat. Dhe ju si njeri i ligjit e dini shumë mirë që e vetmja gjë që nuk parashkruhet është vrasja. A duhet ketë një hetim më të thellë Spaku për këto çështje, që janë çështje që i kanë sjell pasoja të rënda Shqipërisë? Unë mendoj që askush nuk duhet jetë mbi ligjin, qoftë Berisha, qoftë dikush që është majtas, në qoftë se këto kanë kryer korrupsion masiv, në qoftë se këto kanë kryer vrasje, në qoftë se këto kanë prekur padrejtësisht popullin, kanë vjedhur dhe kanë mashtruar, për mua vendi i tyre është burgu. Dhe pa diskutim që duhet ketë një hetim, dhe duhet kemë prova dhe duhet kenë mbi të gjitha dhe këto individ një proces të rregullt. Procesi i rregullt është një detyrim që e ka çdo qytetar shqiptar dhe duhet dhe Spaku t'ja japi procesin e rregullt. Çdo kujt që vjen qoftë në hetim me prova të përkatëse dhe pa diskutim që duhet paguajnë veprat penale që ato kanë kryer. Qoftë ky ish president, qoftë ky një hajdut rrugësh. A mendoni se ka segmentet Spakut ose individ Spakut që veprojnë në krah politik? Tani, kjo pyetje është si thuash korrupsioni lindi në Shqipëri. Po. Dhe kudo në gjithë botën ka gjithmonë individ të cilët devijojnë rrugës, qoftë në Spak, qoftë në politik, qoftë në shëndetësi. Po fakti që devijon Alesja, devijon Iliri, devijon dikush tjetër nuk e bën gjithë strukturën të devijuar drejt zhvillimit politik. Por ato e bën një person i cili mban përgjegjësitë e veta. Kjo ka ndodhur në Amerikë, që krau djasti Trumpit bëri shiti për informacion tek rusët, dhe ai u dënua. Por kjo nuk do të thotë që atë e bëri Trumpi apo gjithë administrata. Plotësisht dakord. Prandaj unë them që në çdo segment, përfshirë dhe Spakun, ka devianca. Dhe pa diskutim që ato devianca janë në favor të dikujt. Majtas, djastas të nuk e diun se po flasim në natyrë njerëzore dhe natyrën. Pa diskutim, janë edhe këto informacionet që për mua s'duhet i kenë gazetarët fare, që dalin nga Spaku, kjo është shkelje e ligjit. Se si shkojnë këto informacione në gazeta pa u njohur personi tjetrit me çështjen. Informacionet duhet dalin nga Jo, absolutisht. Se kjo nuk do të ndodhë, vetëm kjo nuk duhet të ndodhë në mënyrë absolute. Kjo shitje informacionit për mua është vepër penale e cila duhet të përgjigjen përpara ligjit. Atëherë vepër penale është që kanë shit informacionin. Kush e ka shit? Ato që janë brenda Spakut, se jo ti asun. Po ato që janë brenda Spakut. Po pra, domethënë erdhëm ke ajo që unë ju drejtova pyetjen që segment o individ saktum punojnë me krah politik në Spak. Po pra. Po. Por çfarë bëjnë?
Ato e bën por domethënë kjo është vepër penale. Atëherë ka filluar një hetim nga SPAK-u për këtë vepër penale që ka ndodhur? Po nuk ka nisur hetim nga SPAK-u për atë vepër penale që ka ndodhur, për arsye sepse ato duhet të evidentojnë personin brenda që po e bën. Pastaj të niset hetimi. Po ka nisur një hetim. Pastaj të nisi hetimi. Unë nuk kam informacion. Ka ndodhur një ngjarje duhet nisë. Unë nuk kam informacion lidhur me këtë pyetje që ju po më bëni, por unë mendoj që hetimi duhet nisi për çdo që shet informacionin, qoftë politikës, qoftë mediave, qoftë individëve të pa autorizuar për ta pasur informacionin, sepse jo çdo kush duhet të ketë dosje pikante të individëve të caktuar dhe më mbrapa këto dosje përdoren për media, përdoren për shantazh, përdoren për të paraprirur një vendimi të caktuar, se ka një mori arsyesh se për çfarë shitet dosja, se unë gjitha rastet shitet për gazeta, se kjo dhe dosja aty që s'ka lidhje, shitet për legë, shitet për trafik, pozicione, për shumë arsye.